Sot jemi në Melenicë të Shalës së Bajgorës, një fshat ku pamja është jashtëzakonisht piktoreske dhe nuk lë shumë vend për fjalë. Jemi në fshatin Melenicë, fshat ky i cili gjendet në Shalën e Bajgorës, ndërsa ne jemi tek një shtëpi e cila po duket jashtëzakonisht e bukur me këta gurët këndej. Dhe një zotëri i cili është në kopshtin e tij. Po shkojmë dhe të bisedojmë pak me të. Përshëndetje Aq. Si jeni? Ju jeni? Si po kaloni? Muhamet jem. Ma i linda po m'vjen mirë. Faleminderit që keni ardhur. Përveç që po duket pamja shumë e bukur, edhe njerëzit e Melenicës shumë të afërt, apo jo? Po sigurisht që po. Po. Vetë Allah do vërtetënia po. Faleminderit, shumë po. Aq, si është një ditë e zakonshme këtu në Melenicë? Pa çish më thonë se çdo fshat ashtu edhe këtu. Dinja e kanë quar. Si ja e mirë. Ma i linda po m'vjen mirë. Flamuri. Do me thënë flamuri është djali ju, apo jo? Djali Muhamet. Kjo u trego më mirë. Flamur fillimisht po m'vjen mirë se zakonisht kudo që shkojmë në për fshatra, i gjejmë shumicën, ndoshta do të them pak më të moshuar. Do me thënë ju këtu jetoni, apo jo? Na jetojmë këtu në fshat, Melenicë. Melenica është dikon 12 kilometra larg qytetit Mitrovicës. Këto jem dikon rreth 20 shtëpi. Jetojmë me 4 familjarë jena këtu në katon. Do me thënë edhe pse 12 kilometra nuk janë shumë, por për shumë të tjerë janë shumë që kanë dalur nga këto, apo jo? E kanë gjetur këtë arsyetim dhe kanë thënë që pak larg. Jo, nuk është larg. Nuk është larg, asfaltin e kena këtu deri në detë e dyrt. Po. Infrastruktura është e nevojshme, po. Do të thënë gjitha janë për një jetesë të mirë në fshat. Po. Melenica e cika edhe në hyrjen që e bëra është një fshat i cili ka jepur shumë Kosovës, sepse në luftën e fundit kanë kontribuar jashtëzakonisht nga kjo anë shumë tri cilët i kanë dalur në mbrojtja të dhejut. Po, është e vërtet. Ne kemi edhe 2 migjallarë të djelët e migjës Bobs kanë kontribuar këtu në ushtarë gjatë luftës. Ndalemi pak te Zotri Muhamet. Zotri Muhamet, do me thënë, ju jeni këtu venali, apo jo? Po, në 67 vjet i kom. Këtu që për para për ati kërsheta dhe nena, e këtonë kënena, kanë qenë 28 familje shpi. Ta është vetëm 5 jenë. Do me thënë, në Melenicë, në këtë pjesë? Po, pretend që atyre. Po, lozën pretend, dhe qysh me thonë se pretend ka me hala, nena, Kurti, Hyseni. Po, lagjit të tjera. Lagjit të tjera, po këtu më pretend që e diju në kanë qenë 28 shtëpi para lufte. O, cila është arsyetimi, do me thënë që kanë dalur nga këto? Po, që më thonë, arsyetimi se këtu s'po di që më thonë. Këtu ka qenë jashtëzakonisht s'po di që më thonë ju e punueshme. Do me thënë jo pjellore për punuar. A këtu veç që e kena pas ofër trepqen thuja jo përgjithësi këtu Melenica është ofër trepqes, po përgjithësi Shala e Bajgorës Gjithë kanë qenë punësuar në trepqe. E trepqe e ka mojtë, që me thonë Shalën këtu, gjallë këtë pjesë. Se këtu, s'ti që me thonë, s'ka qenë, që ashtu ke pjendu. Por të rinjë janë larguar shumë nga këtu, apo jo? Po të rinjë janë larguar, se jo vetë këtu, por në gjithë Kosovën. O, s'di që me bo, që të thush. Sot, do me thënë, ju jeni në pension, apo jo? Po, pension, nuk këmë punu në fabrikë të kënatora. Pension jam, ta 2 djelët i kom këtu, shoqen. Që të që farë me do gjohë më nuhë me majtë. Qështë 25 të pa frimi kom të ljove. Do me thënë, goxha shumë pas keni? Jo, po.